SHGM vlerëson se vendimi I djeshëm I Gjykatës Evropiane të Drejtave të Njeriut është një ditë e madhe për Maqedoninë e Lirë Demokratike dhe Evropiane. Me këtë vendim ne kemi vërtetime nga Gjykata Evropiane se në Maqedoni po shkelet e drejta e lirisë të shprehurit. Kjo tashmë nuk është çështje e perceptimit siç parapërcjejnë të thonë përfaqësuesit e pushtetit të deritanishëm, por është një fakt I pamohueshëm I vërtetuar nga një gjykatë evropiane, thuhet në lajmërim. Shoqata e grave nga Shuto Orizare reagoi ashpër në lidhje me shpalljen për ndarjen e tenderit për ndërtimin e pishinës së hapur në komunën Shuto Orizare të publikuar nga Agjencia e Rinisë dhe Sportit me vlerë prej më shumë se 600.000 euro. Ato theksojnë se romët në Maqedoni jetojnë në një varfëri të skajshme dhe në mesin e tyre shkalla e papunësisë është e lartë. Fëmijët të Rom nuk ushqehen mirë, kanë kushte të këqija për jetese dhe qasje të kufizuar në shërbime shëndetësore themelore. Drejtori I videolotarisë shtetërore Dane Kuzmanovski do të ketë sigurim jetësor 24 orë me para nga shteti. Dane Kuzmanovski nuk është drejtori I vetëm I cili përdor paratë shtetërore për përfitime personale. Nova TV publikoi se edhe drejtori I përgjithshëm I ndërmarrjes shtetërore për hapësirat banesore Cvetko Grozdanov dhe 4 anëtarë të tjerë jo ekzekutiv të Këshillit të Drejtorëve me para nga buxheti do të ju mundësohet sigurimi shëndetësor.